Mirëmbrëma shok bletar, siç ju keni lajmëruar sonte kene doktor Abdylin me një prezantim tijen. Edhe falenderojmë shumë se ka gjetë kohë dhe e kena në mesin ton. Për gjithë natë është mesin ton kur kena, ama sonte është drejt për drejtit. Doktor, faleminderit se ke gjetë kohë. Fjala për ty. Faleminderit, gjithashtu përshëndetje me gjithë. Pothuajse me pjesën më të madhe të gjithë juve që jeni dhe që tjerë që ashtu jam taku, njefemi, ndoshta jo me gjithë kështu, s'kemi taku direkt personalisht. Ju kërkoj falje sepse nuk kam qenë aktiv. Pak në këto 2 vjet kam qenë pak kështu i shmangun për disa arsye të mia të familjare. Dhe duke qenë se her mas here kam ndjek këto takimet e këto bisedat që janë bë. Në fakt unë kam një kështu, se tash këtë muhabetet i kena bë vazhdimisht dhe ju kështu në më shumë personale, në rangun personal. Unë nuk jam fort i dhënë kështu mas debateve, të paktën këtyre debate online, nuk e di, nuk ashtu dhe shpesh herë ka pas momente që kam dhënë më ndërhyj, po hajt të kalues ashtu për serim ose për muhabetet për kështu dhe po është një defekt i jemi që nuk e di, ndoshta s'mund ta rregulloj, nuk e di këtë, po gjithsesi është kënaqësi me komuniku me ju të gjithë, sepse në radhë parë jemi bletar, jemi koleg, dhe duan në atë pjesën është thjesht një diskutim ose shkëmbim mendimesh, jo në sensin e të mësuarit njëri tjetrit, po shkëmbim mendimesh, kështu është më bukur më duket mua. Kështu që të diskutojmë, të flasim me ju është kënaqësi me të gjithë bletarët, dhe në sensin e apiterapisë, unë ka pak vite që jam marrë, unë jam 56 vjetë që jam investu goxha në këtë drejtim, dhe se duket më ka pëlqyer shumë ajo dhe i kam hyrë goxha, kam lexu, nuk kam arrit në gjë të madhe. Unë momentalisht t'ju bëj një kështu prezantim pak. Unë jam në përfundim të një libër për apiterapi në Shqip. Domthonë shpejti është drejtim shtëpisë botuese dikun. Unë pothuajse e kam mbyll me gjitha ato nevojat që ka një material i tillë, është një material voluminoz, material që ka pas shumë punë. Ka qenë edhe pjesa e korrektimit e redaktimit jo fort e lehtë, sepse relativisht fatkeqësisht në Shqipëri nuk është apiterapia shumë pak e njoftun ose e aplikume ose e komentume ose e diskutume me bletarë dhe me specialista të gjitha niveleve, sepse apiterapia është një mjekësi plotësuese dhe alternative, dhe që promovon produktet e bletës. Kjo është esenca e çfarë është apiterapia. Dhe ju pak a shumë jeni në dieni që para 4-5 vjeç është fillu në zonat tona në Shqipëri, me thonë drejtën për 3-4 vjet kosovarët kanë jetë shumë mirë, domthonë janë aktivizuar në problemet e apiterapisë. Në Shqipëri më pak është përqafu kjo, sepse të ne është shumë e re apiterapia. Në paktën në Shqipëri, me thonë, po dhe Kosova relativisht kanë pas pak ndikime nga ato specialistat serb, që falë shoqërisë që kanë përfituar diçka prej tyre, ata që janë komunikuar me ata, është një ngritje profesionale e çdo njerit dhe është në të mirën e njerëzve. Mirë po të paktën në Shqipëri, nga mjekësia humane, nga mjekësia moderne, vlerësohet si oponent, si kundërshtar, nuk vlerësohet si ndihmës në shëndetin e njerëzve. Dhe këtu është defekti që unë katash, ju e dini pak a shumë, që kam ngrit shoqatën apiterapia në Shqipëri dhe koha 3 vjet, dhe nuk është një mjek, një farmacist, një dentist që ka ardhur me në ofru ne në shoqatën tonë, ose të paktën me pas një farë kurioziteti. Para pak ditësh, diçka një muaj kështu, kam taku presidentin
e urdhit mjekut shqiptar dhe e takova me qëllim u prezantu me të dhe kishe një indiferencë jashtëzakonshme në sa i përket efektit dhe produktet të Blecës. Nuk donte me i njoft ose nuk i pëlqente ai sens. Hiç më tha, para disa vitesh më ka dhënë tha një bletar, si ishte Vlonjataj. Ka dhënë një bletar, tha atje në Vlorë, tha, qumsh bleta, tha vjep jo fëmijëve. Domthon, po foli as me nefergizëm, as me indiferencë sa me tu neverit, nuk e di. Domthon si mos me qenë, edhe ai i betum në atë betimin e Hipokratit që e kena dhënë mjek veterinar dhe mjek human për shëndetin dhe të mirën e njerëzve. Kështu që shihet me sy jo të mirë kjo. Mirë po ne bletarëve na del detyrë me propagandu sa më shumë, me propagandu edhe me fakte, me propagandu edhe teorikisht, me propagandu si punon bota, sepse bota është shumë e avancuar, është si në trendi apiterapia në gjithë botën. Unë njeki çdo ditë zhvillimet e apiterapisë, konferencat shkencore që bëhen nëpër botë, sepse fal presidentit është, nuk di sa e njohin, Stefan Stagnaciu është një rumun, ai është presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Apiterapisë, është një mjek në profesion, është investuar goxha, ka mbi 15 vite që merret me apiterapin, edhe jo vetëm teorikisht, po edhe praktikisht bën ndërhyrje, shërbime, trajtime me gjitha produkte Blecës dhe është goxha i ngritur. Dhe në WhatsApp na ka ngrit, jemi 10 grupe që jemi ngrit aty grupe në shërbim të apiterapisë. Ngrijon apiterapia, apidentria, veterinaria, apibiologjia, apimikrobiologjia, disa dhe aty komunikojmë dhe me të gjithë specialistat në botë, qysh nga Australia deri në Amerikë, edhe pothuajse në gjitha shtetet e botës, shumë shtete të botës që marrin pjesë në aktivitetin e këtyre punimeve, zbatimeve shkencore të apiterapisë. Dhe këto e kanë të zhvilluar shumë edhe në Europë, siç është Rumania, ka shumë materiale, shumë specialistat rumanisë që merren me apiterapi dhe studiojnë shumë apiterapi, Gjermania, Slovenia, edhe mos i largojmë edhe Kroacinë dhe Serbinë që i kemi afër këtu, por atë shumë shtetet botës me Francën me gjithë janë të aktivizuar me shoqatat e tyre dhe në nivele shumë të larta teknike profesionale. Dhe që thash, unë prandaj mi kështu azhenuar sepse komunikojmë çdo ditë me ta, nxjerrim materiale nga më të ndryshmet në aplikimet e punimet e apiterapisë. Janë Turqia ka nivele shumë të larta. Po ju bëj pak kështu si histori këtu, besoj se nuk mërziti. Ja, pritë zot, përkundërzi. Në Egjipt është një mjek human që merret shumë me trajtimin dhe përdorimin e helmit Blecë. Ai e trajton mjaltin intravenoz, nëse e kuptoni si term. Se tash këtu te kjo pjesa e apiterapisë e kalojmë pak me disa terma mjekësore, me disa fjalë që bletarët dikush edhe ndoshta nuk e di si pëlqejnë ose nuk i kuptojnë edhe ka një problem një farë kështu. Tash më shpjegon termat. Po them. Po në një do ta shpjegoj në një term, në fjalë ta shpjegojmë, po domon në vazhdim jena në vazhdim kësaj. Edhe kështu që në botë është shumë në trend apiterapia. Dhe në fakt unë e shoh paktën po flas për Shqipërinë, e shoh në nivel shumë të ulët nga gjitha pikpamjet. Domthon edhe ashtu. Pastaj ne shqiptarët kena edhe një vest keq sepse jemi dyshues shumë për gjithçka. Jo më atë kjo apiterapia te. Si thotë, çnosh ka një lugë mjalt ose 2 lugë mjalt. Po vërtet, të gjitha produktet e Blecës përveç helmit janë si ushqime. Mund trajtohen në kuadrin e ushqime specifike, nuk janë thjesht ilaçe ose mjekime. Por ama, duke u përdorur për një kohë gjatë, ato arrin efektin e tyre. Ne do shohim diçka më poshtë se si janë. Për tash. E ti më thumë në slide-in, kur desit në ndrojnë ashtu të slide tjetër, sepse kjo ishte një foto ta përgjithshme. Edhe
Po. Pra, apiterapia është një mjekësi plotësuese dhe alternative, që promovon përdorimin e bugut vetë, siç janë mjalti që i dini gjithë, mjalti, poleni, bukblete, qumsht, helmblete, propolis, dyll, larvat e meshkujve, apilarnili. Një pjesë e bletarëve nuk e di se sa kanë qartë kush është apilarnili. Ajri i zgjojt, kur ajo aeroterapia që i kemi thënë, apjeterapia, edhe kombinimit e këtyre. Pra, janë të gjitha futen në grupin e ushqimeve specifike, ushqime me vlerë. Pra, nuk janë ilaçe. Dhe gjithmonë në terapi përdoret fjala që mund të ndikojnë, mund të shërojnë, jo e shëron. Pra, nuk është ky termi që të shëron, nuk përdoret në apiterapi, nuk është shumë me u përdorë në apiterapi. Kështu që Stangaciu thot kështu: apiterapia është një art. Është një art e të trajtumit me produktet e bletës, për shërimin mes produktet e bletës. Dhe shkon më tej, apiterapia ndikon dhe përdoret edhe në trajtimin e kafshëve edhe të bimëve. Pra nuk është vetëm për njerëzit. Përdoren shumë edhe për kafshët, përdoret poleni, përdoret qumshi, përdoret edhe rasti edhe helmi bletës, pra për qenë, për kuaj, për kështu, për këto kafshët e shoqërimit që thonë ne. Kështu që nuk është thjesht vetëm për njerëzit. Po kështu për apiterapia aplikohet edhe tek bimët. Apiterapia në fakt, në termin e përgjithshëm, është një komunitet mbar botëror i mjekëve, i profesionistëve dhe të gjithë aty që janë të apasionuar për përdorimin e produkteve bletës dhe për të parandaluar probleme dhe sëmundje të njerëzit, probleme të ndryshme. Domethënë, ka një spektër shumë të gjatë përdorimit të produktet e bletës. Besoj se ndoshta nuk na mërziten kolegët duke dëgjuar këto muhabetet e mia. Besoj se nuk janë të pakënaqur me muhabetet që po bëjmë ne, por mund të jenë edhe pak të produktet e bletës janë për një ushqyerje të mirë, për një përmirësim të cilësisë të jetesë dhe për parandalimin dhe mbi bazën e kësaj për parandalimin e sëmundjeve. Ka një përdorim edhe në kozmetik, shumë. Për parandalimin e sëmundjeve duhet për sepse është një term në mjekësi që quhet është më lirë dhe më lehtë të parandalosh se sa të mjekosh. Është një term shumë i vjetër që përdoret në gjithë botën. Pra, parandalimi është më i lehtë dhe më i lirë. Pra, këtë punë bën produktet e bletës. Pothuajse parandalojnë, shumica e rasteve parandalojnë të gjitha këto, sidomos mjalti, poleni, qumshti, rregullojnë shumë procese në organet dhe në indet e organizmit dhe largojnë sëmundjen. Kështu që këto lajte i kam bën me i shoqëru me pak muhabet e kështu. Të gjitha produktet kanë efekte dhe ndikime pozitive në gjitha qelizat dhe indet e organizmit njerëzit. Pra janë një pasuri e jashtëzakonshme dhe një vlerë ushqyese me përbërës aktiv të bugut, që mund të rregullojnë ose të parandalojnë rreth 800 sëmundje dhe çrregullime të ndryshme në organet e njerëzit. Kështu që një për sëmundjet, për sa i përket edhe kozmetikës, apikozmetika është një deg shumë e vlerësuar në botë për përdorimin sidomos gratë kanë shumë të teksuar këtë kozmetikën ose mbajtjen e fytyrës të lëkurës në gjendje të mirë. Siç është, janë me përfitime, po duke përdorur polenin, mjaltin, dyllin, rigjenerojnë lëkurën dhe mbajnë lëkurë të butë dhe të shëndetshme.
Prit mos ma lëvizë. Është një ma ndro pak ma kalove. Tani, e përmendëm pak më lart. Smundja dhe shëndeti. Smundja dhe shëndeti janë dy nocione në mjekësi, në mjekësinë humane, kuptohet gjithmonë flasim mjekësi humane, që këto të dyja përjashtojnë njëra tjetrën. Kur kemi një shëndet të mirë, një shëndet janë disa citate të përcaktuara nga organizata botërore e shëndetësisë në lidhje me përcaktimin kush është smundja dhe kush është shëndeti. Smundja është çrregullimi i aktivitetit të qelizave dhe të indeve të organeve përkatëse për arsye të ndryshme. Ndërsa shëndeti përfaqëson të kundërtën e kësaj, një zhvillim të mirë dhe një qëndrueshmëri të mirë të qelizave dhe të indeve të organeve të caktuar në raste të ndryshme të organeve të njerëzit. Pra, këtu është ajo diferenca, smundja dhe shëndeti. Dhe produktet e bletarisë janë produkte që mbajnë shëndetin. Shëndeti është edhe shëndeti social, përveç shëndetit në organet dhe në inde të organizmit, është edhe shëndeti social. Sepse kur kemi shëndet mirë, edhe problemet sociale i kemi më të mira dhe komunikimi është më i mirë, gjithçka shkon mirë. Dhe kur këto çrregullohen, pastaj fillon dhe vjen smundja. Produktet e blec përdoren ose këto përdoren edhe në rastet kur kemi edhe çrregullime kështu ankthi e tjera me radhë, që janë çrregullime neurologjike. Edhe rekomandohet kur ban atë aeroapiterapin, është njeriu që bën apiterapi të rregullt, kalon një moment meditimi, në atë kohën sa arrin aty në aeroterapi. Pra ndikojnë edhe në shëndoshjen e sistemit nervor. Nga pikpamja e kësaj. Kështu që ka një përdorim të gjithanshëm të gjitha produktet e blecë. Duke rregullu dhe apiterapeuti do të ndaj, do të përcaktoj çfarë do trajtoj dhe mundësisht të dërgojmë tek qeliza që ka problemi, të dërgojmë atë materialin që mendojmë me qu. Qumshin, helmin, polenin, e me radhë ato që janë pra të bëjmë sa më të mundshme, ta çojmë sa më afër materialin që do përdorim për të ndikuar në atë zonë, në atë qelizë, në atë organ, në ato. Një moment që është na tregon dhe ky doktori Stamjaciu, shkova tha te në Argjentinë mos u gabosha, në këto aktivitete që bëhet ky se jep leksione, seminare, trajnime, ban shumë ka shku mbi 50 vende të botës. Në një Argjentinë ishte një shëmbërtor të këtë helmin e blec. Edhe kisha një herpes të buza, tha. O, tha, profesor, tha, po kjo, tha, po ka, tha, helmin të një, a e tha mu, ma futi, tha, me një thumin blete, tha, s'm ka dalë ma herpesi, tha, ka tash 12 vjetra që s'është sjell ma herpesi, me një thumin blete që më vunit e herpesi. Por ama, ato specialista që përdorin helmin e blecë, apitoksinën, do të jenë shumë kujdesshëm, ka një specifik të veçantë ai trajtimi helmin e blecë. Kështu që do të jenë shumë të perfeksionuar ata që përdorin helmin e blecë. Sepse në të gjitha produktet e blecë, helmi është më i vështirë për të përdorur, për të mësuar, më aplikuar, më përdor në kohën, vendin e tjera ka shumë specifika helmi i blecë. Pra, domthon ka shumë vlera. Tani një pak fjalë po ju them për historinë e apiterapisë. Apiterapia ka filluar qysh sa është përdorur për herë të parë mjalti për konsum normal, pra ka qenë një farë terapie me mjaltin. Dhe që është shkruajtur dhe përcaktuar është rreth 6000 vjet më parë, siç e keni te kjo faqja këtu, që kanë përdorur në Indinë, Kinë, janë shtetet e vjetra, Egjipti, Japonia, Kina, Rusia që kanë përdorur produktet e blecë. Pra, që është mjekësinë e lashtë.
Dhe u përdor, pastaj filloi të përdori edhe u filloi të u përcaktua ajo. Dhem një gjuhë, dhem një vend, përdorësh mjalti, përdorësh poleni, hermaser edhe këto thumimit e blec. Pastaj filluan mjekët e lashtësisë, Hipokrati, Aristotelli, Galeni, e studiuan efektin e përdorimit të mjaltit dhe të helmit blec. Dhe aty kanë qenë fillesat e apiterapisë, prej terapisë të kohës vjetër, që pastaj u konsolidu në shekullin 19. Dhe në shekullin 19 është mjeku Filip Teres, që në fillimin e punës ti mjekoi vetin ai. Domethënë, ai kishte probleme me këto artritin. Dhe një ditë dolin, nëse dikush e ka lexuar, ndoshta nuk e di, dolin bashkën e tij dhe duke pa bashkën me kështu me shkope, me zilvizte, vjen një blet edhe e thumon të gjuni që kishte smur, që kishte me artrit. Dhe të nesmen pa që kishte lehtësim. Dhe këtu i lini ideja e tij dhe u zhvilloi atë apiterapinë, përdorimin e blec, dhe në vitet e mëavonshme, mas disa një punë që bën ai shkencore shkruaj, e quajtën si të marr. Kolegët e tij në për Europë, në Francë, në Gjermani, e quajtën si të marr. Çfarë është kjo? Nuk ka mundësi bleta me të shëru. Dhe i filluan me utall me punimet e këtij shkencore. Por në fakt pas vdekjes atij u vërtetuan gjithë ato që ka shkruaj dhe përfundimisht ashtu u konsideru si fillesa apiterapisë në botë, fillesa moderne apiterapisë në botë, dhe u quajt si babai apiterapisë. Dhe mbi bazën e atij pastaj ka filluar apiterapia moderne, mas fundit të shekullit 19, fillon shekulli dhe filloi apiterapia moderne. Dhe këtu pastaj filloi edhe përhapja, filloi tu konkurrizu më shumë për shumë vendet që kishin zhvilluar bletarin. Rusia është jo pak e zhvilluar, ka një zhvillim të jashtëzakonshëm, edhe në përdorimin e apiterapisë Rusia është pothuajse në nivele relativisht të mira në përdorimin e produkteve të blec dhe kanë nivele pothuajse në gjithë botën edhe Rusë. Dhe vazhdojnë masej me Gjerman. Në Gjerman janë shumë të avancuar kështu me radhë. Dhe bleta në përgjithësi tani është një farmaci me efektet e saj. Një farmaci në çdo bletar ka një farmaci bio. Ka një farmaci bio në bashkën e tij, me bletët e tij. Duke përdor në familjen e tij vazhdimisht produkte blete, ato njerëz janë më të shnetshëm, sepse kanë organe më të shnetshme, kanë rezistencë, dhe në përgjithësi thuhet në gjithë botën që bletarët në përgjithësi jetojnë më gjatë se sa njerëz të tjerë, sipas statistikave, kështu vlerësohen, sepse duke përdorur produktet e blec. Unë po ju tham një dy raste të mia. Unë ka diku rreth 40 vjeç që s'kam hangër domate. Sepse domate jam ngacmonte se kisha acid të stomakut, kisha një farë acidi tepër dhe një farë gastriti që i thonë. Dhe me domate kisha armikun numër 1. Po unë ka tash 10 vjet e më shumë 15 vjet që përdori propolis. Dhe s'kam përdorur as ilaç tjetër për këtë punë, dhe ka 2 vjet që ha domate të lira shumë tash. Domthonë e ndjej që efekti i propolis ka qenë në këtë mes. Kam përdorur asnjë lloj ilaçi tjetër. Kam pas dhimbje koke, më ka dhimbë të kryet vazhdimisht, me shenja migrene. Isha shumë vështirë me u qetësu. U do të me bë pushim, me flet gjumë, me pi qetësues nga ndryshme, dhe derisa kam arrit me përdor ilaçe shumë më shumë. Po ka tash 6 vjeta, më shumë, pak 50 vjet që nuk kam pas problem. Pse? Sepse unë dishim kanë thumu blet me 10 herë, siç na kanë thumu çdo njëri për nesh, në krye, në trupën, ashtu, dhe thumimi i bletëve në krye unë nuk kam përdorur ilaçe të tjera, dhe kështu ja dedikoj vetëm kësaj, sepse kam bërë me qëllim këtë punë. Sa thumimi vjen, kanë ardhur vetë ato, jo se kam deshur, por kanë ardhur vetëm sipas rasteve në punë. E kështu që kjo është një provojë që më ka ndodhur dhe unë e besoj verbrisht
që janë vetëm efektet e këtyre produkteve të bletës. Nuk e di se si mendojnë kolegët. Ndërkohë janë të ndajtanurt, nëse ka ndonjëri që mund të ketë ne kështu ne mund të hyjmë sepse ne biseda keni bërë vazhdimisht ju unë bashkë me ju kena nisu, mund të bëjmë në një hyrje të njerëzit tjetrit ose ndoshta Hiç mos njëri thanin do të shkut edhe i ngel marrë një fjalë ose ata do me doktor kontinuar janë në vend dhe kjo është normale, mund doktor ta janë bëjmë si diskutim, si koment, si ata doktor janë për të lexu me vëmendje, kështu si kur ta kryesh prezantimin, në fund i kanë shkruar pyetjet edhe të pa i bajnë. Hiç mos po thanin. qoftë ka dhe pyetje, dakord, shumë mirë, s'kam mirë, dakord. Na ka thënë çka kanë kësaj të tjetër tash. Këtu është paraqitë skematike pak a shumë këtyre produkteve, domthonë ju nuk jeni as nuk di tash, nuk e di krejt auditorin, po nuk jeni në nivele fillestare, i njihni gjitha këto produkte bletës, siç janë propolisi, poleni, helmi, mjalti. Un kam një libër që kam pas bërë, dikush e ka lexuar ndoshta për atë manualin e vogël betarit, edhe unë i kam nda këto produkte e bletë shumë. Produkte që prodhon bleta dhe produkte që grumullon bleta. Bleta grumullon mjaltin, polenin dhe propolisin. Prodhon qumshin, dyllin dhe helmin. Të tre produktet bazë që janë njohur historikisht shumë nga bleta. Pastaj vjen ajo apilarnili, edhe ajo është, nuk është i grumullur, po janë ato bletet, ato meshkujt ashtu, apilarnili, kjo aromaterapia ose bioenergjia janë, edhe këto janë produkte të bletës. Pra ato që grumullohen nga natyra janë mjalti, poleni dhe propolisi. Edhe këto, duke qenë me bazë nga bimët, kanë vlerat jashtëzakonshme, sepse sjellin në zgju ose i kombinon bleta ato produkte të jashtëzakonshme, siç është poleni, është proteina bimore shumë e pasur, ka të gjithë spektrin e aminoacideve të pasëvendësueshme, jashtëzakonshme është poleni, është proteinë bimore që plotëson të gjitha nevojat të një organizmi, qoftë shnosh, qoftë smur, kur ka probleme, domethënë i kompenson ato. Edhe propolisi ka vlera të jashtëzakonshme, në përmbajtjen e tij ka shumë fenole, edhe ato e rrisin vlerën e propolisit. Propolisi është arritur të zbërthy deri në 200 sa element në propolis janë zbërthy dhe janë emërtu, mbi 200 element. Është shumë i pasur, janë antibiotik jashtëzakonshëm për shëndetin e njeriu të kafshëve këtyre. Kështu që kanë një efekt duke u kombinu duke u kryqëzuar ato që prodhon bleta, me pasurimin që bën bleta me ato enzimat e saj dhe me ato që merr jashtë, dhe është një produkt i jashtëzakonshëm, i konsoliduar me vlera të jashtëzakonshme që ja vlen me i komentu dhe me i thonë për njerëzit që, por gjithmonë nuk mund ta mendojmë një produkt falso tek apiterapia. Tek apiterapia nuk mendohen produkte falso. As mjalti, as i lloj produkti nuk mendohet falso. Sepse nëse do mendojmë produkte falso, do të dalim fiasko edhe në efektin e tyre. Është një term që në apiterapi nuk mendohet. Sepse nëse do marrim mjalti përdoret, unë e kam ndjek shumë mirë atë amerikano-turkun, që foli për mjaltin, ai foli shumë mirë, ai foli deri në detaje, foli gjëra shumë në nivele domosdoshmë që ne nuk na interesojnë shumë, ne si ai ishte të folë në nivel biologu, edhe ishin shumë saktë ato që thoshte ai. Megjitha, por auditori jon e kishte pak vështirë ndoshta edhe me i thithë, me i kuptuar, nuk na duan gjë, ndoshta dikush mund të thoshte nuk na duan gjë, por ai ka trajtuar shumë mirë edhe problemin e mjaltit. E ka zbërthyer në mënyrë përsosur gjithçka në përmbajtjen e mjaltit. Megjitha ato
ato që ka mjalti. A ishe specialisti i përgatitur, dhe këtë temën e mjaltit e trajtojmë në mënyrë më perfekte. Dhe në fakt, unë e vlerësova si punim shumë i mirë atij, por ama për ne domon ishte një nivel për ne, flas për nivelin tonë të bletarëve, si ne jemi më shumë mbashtrues bledhve, nuk i njoh gjithë tani dhe nuk mund të them as me emër as me përqindje, por ne jemi më shumë mbashtues bledhve dhe na pëlqen më shumë kjo sepse apiterapia. Dhe unë sot e nisa këtë prezantimin në këtë mënyrë çfarë është apiterapia pak a shumë, edhe jam të i shtjellu pothuajse të gjitha bashkë, jo një nga një. Nëse auditori, kolegët kanë qef me vazhdu më shumë me trajtimin e këtyre, pastaj fillojmë i ndajmë në simas produkteve, sepse janë faqet tona të shkruame në lidhje me përmbajtjen e këtyre, në efektin e tyre, përdorimin e tyre. Kështu që unë mendova sot ta bëjmë një prezantim përgjithshëm të kësaj. Dhe pastaj sipas mendimit tuaj të kolegëve, mund të vazhdojmë në detaje pak më të ashtu në përmbajtje, në efekt, ku mund të përdoren, si mund të përdoren, janë gjëra më sepse ndoshta dikuj nuk i interesojnë shumë, për sa i përket mund ta marrin thjesht njohuri, po jo për aplikim edhe për përdorim, por dikush ka edhe mundësinë me përdor ka është, sepse kjo gradualisht kështu fillon kjo. Duke u perfeksionuar dhe duke përdor dhe duke rrit efektin e produktit tonë, sepse kjo është në shërbim të rritjes në asaj efektit produktit që i prodhojmë ne. Rrisim vlerën e produktit tonë. Sepse nësh është me prodhu, nësh është me ditë vlerën tamam se si funksionon, si përdoret, kur përdoret, sa përdoret, sepse janë gjëra pak më detajuara ato. Kështu që unë kam nxjerrë disa gjëra këtu si citate, si më thanë, këto që janë këtu me slajde. Dhe apipunktura thotë ky është ka selia apipunkturës natyrore është në Japoni. Domethënë, japonezët e përdorin shumë thumimin me blet direkt. Prandaj thotë është selia në Japoni. Sepse helmi blet përdoret në disa mënyra. Qoftë me thumim direkt, qoftë me thumim të lirë, qoftë me injektim. Helmi përdoret edhe me injektim. Në zonat ku janë problemet, futet me shiring, pra grumbullohet helmi dhe përdoret në zonën ku ke të artritin të gjuri, ke të kurrizi, janë përdor edhe në këto herje diskale është përdor apiterapia me helmi e blec. Pra në zonën e vertebrave ku është problemi, futet me injektim futet thumi dhe arrin efektin që mendon ose që është parashikuar. Dhe helmi blec, kohët e fundit studiu ka mbi 4-5 që në Australi e kanë vërtetuar që ndikon ka efekt antikanceroze, sidomos te kanceri i gjirit të gratë, ka dhënë efekte, është vërtetuar, është bërë një simpozium në Amerikë si vjet po për këtë punë dhe të gjitha diskutimet kanë qenë që ky është i efektshëm, por në fakt nuk e ka marrë vizën nga OBSH-ja, më u licencu 100% dhe mu dhanë që si terapi mjekuese për këto. Në fakt provat janë bërë, gjitha kanë dalë. Provat klinike, gjitha janë bërë dhe kanë dalë që ka bëdhën efekt antikanceroz, pra shkon e dëmton atë qelizën kanceroze dhe nuk dëmton qelizat tjera. Në krahasim me atë terapin që bëhet me njerëzit që janë me kancer, që ai
Ilaçi që përdoren aty, ai dëmton edhe qelizat e shnoshat njeriut, po dëmton edhe qelizat kanceroze. Ndërsa ky i seleksionon. Helmi Bleci seleksionon qelizat dhe godet vetëm qelizat kanceroze, jo qelizat normale të organizmit njeriut. Ndërsa qumshi i Blec, qumshi i Blec ka efekte të jashtëzakonshme sepse rregullon furnizimin me gjak, rrit rezistencën e organizmit, me qenë se ka një pasuri të jashtëzakonshme të aminoacideve dhe të disa përbërëse specifik, rregullon në qarkullimin e gjakut, është shumë efektiv. Në qumshin e Blec ka elementet atilla që ndikojnë në jetëgjatësinë e njerëzve. Është një substancë që vetëm qumshi i Blec e përmban. Dhe qumshi i Blec ka një acid i cili deri sot nuk është falsifikuar në botë. Nuk mund të prodhohet në asnjë lloj laboratori në botë, vetëm atë që prodhon. Dhe këtu është sekreti i falsitetit të qumshit Blec. Është një acid, është ka një emër gjatë, është s'm kujtohet emri. Është një acid që e prodhon vetëm Bleta me qumshin e saj, në qumshin, vetëm qumsh, dhe nuk prodhohet në asnjë lloj laboratori në botë. Dhe qumshi i Blec kur ka këtë acid në të, ai është i saktë. Pra është saktësia e qumshit Blec dallohet me këtë. A mund të ndalë pra Buka Blec edhe propolisi nuk e di, edhe propolisi ka përdorime të jashtëzakonshme, me qindra përdorime për shtetin, për shumë probleme, për infeksione, për është një antibiotik natyral i pazëvendësueshëm që thyn ato rezistencën e gjithë antibiotikëve që janë përdor, dhe ky nuk ka dalë asnjëherë me u thyr rezistenca e tij, forca e tij në organizëm. Pra, është një antibiotik i pathyeshëm deri tani, është i pakomprometueshëm dhe gjithmonë nga bakteret, nga mikrobet që janë aty, duke pas efekt antiviral, antimikrobik, antiparazitar, antimikotik. Është shumë i efektshëm në shumë probleme të organizmit, duke filluar me trajtimin e plagëve, me trajtimin e të veshëve, me përdoret kemi më poshtë përdorimet. Përdoren në forma të ndryshme, propolisi, përdoret edhe siç është, natyral. Domthon mundesh duke punuar te Bleta dhe shkulat propolisin me leva, me diçka kështu, dhe një kokër sa i fasule, sa i shkuktare e fut në gojë, e man në gojë, e konsumon, është me efekte të shkëlqyera, domethënë nuk ke nevojë pastaj të përdorur në gjë tjetër. Unë e kam tash sa kohë që e përdor në këtë formë. Tu punuat e Bleta aty, e taki çop, e bën futë ha në gojë dhe e përdori edhe në atë efektin e asaj. Nuk përdori çimçakiz kur, po kur kam propolis, përdori propolisin në vend të çimçakizit, dhe funksionon shumë mirë, me efekte shkëlqyera. Sa e man gojë, pastaj e kalon poshtë dhe është përdorimi i këtij është në një dozë shumë të lartë që nuk ka efekte negative. Qofse nuk e tham manelte për mjaltin, mjalti është normal të konsumohet deri 1 gram për kilogram peshë gjallë. Mundesh me konsumu pa asnjë lloj frike këtë dozë. Njëjtë gjë edhe propolisi mund të përdorësh diku deri në 10-15 gram në ditë, jo të tretun as të hollum, po ashtu siç është 10-15 gram në ditë mund të përdorë njeriu për raste të veçanta edhe më shumë dhe pa asnjë lloj efekti negativ. Pra kjo është nga eksperienca, sepse ju përmenda në fillim doktor Stangiaciu ka punu shumë për propolisin, ka shkruar shumë për të, dhe është një nivel goxha të mirë në sa i përket përdorimit dhe efekteve të propolisit edhe përbërjes së tij. Ka një libër të veçantë që ka bërë për propolisin. Ndërsa këto produkte që grumullon Bleta, siç është poleni, edhe buka Blec, janë të dyja pak a shumë në një linjë, po në fakt buka Blec ka vlera më shumë se sa poleni. Sepse buka Blec është e futun, e rujtun dhe ka pasuruar me enzima, siç e ka përpunuar Bleta vet,
ajo në fakt e ka punu për nevojat e veta dhe me e rujt për në kohën kur nuk ka, por ne shfrytëzojmë rastin ja grabisim, se njeriu kështu është hajdut gjithandaj. Kështu që buka blec ka vlera më të larta se sa poleni. Por ka dhe i kosto prodhimi më të madh dhe tjera dhe prandaj edhe ka një çmim goxha më të lartë. Dhe përdoret në gjitha ato ndikimet si dhe poleni, bile edhe më mirë se poleni. Poleni përdoret më shumë për këto raste të anemive, për të rritë imunitetin, se duke pas se ka një përbërje të jashtëzakonshme me aminacide, ka gjitha aminacidet e pazëvendësueshme natyrore, rregullon shumë probleme, rregullon nivelin e kolesterolit dhe ka efekte të mira. Tek anemik, tek këto rekomandohet shumë përdorimi polenit për problemet e prostatës. Edhe ky do ta shohim pak më poshtë. Dozat e përdorimit janë goxha të lirshme. Çka kanë kësaj tjetër Naim? Këtu është s'ka problem. Këtu është një skemë me tregu përdorimin e këtyre ajrit zgjojt. Aeroapiterapia. Është një teknikë shumë e thjeshtë me vlera në ajrin e zgjojt janë mbi 56 substanca që janë të studiuara dhe verifikuara që qarkullojnë në ajrin e zgjojt dhe që njeriu i thith duke marrë nga ajo dhe të ndikojnë shumë. Janë disa vajra, disa esenca janë aroma ato të qumshit, të gjitha produktet që ka zgjoj, ato elemente të saj dalin nëpërmes ajrit të zgjojt dhe sepse duke i qarkulluar bleta, i thithim ne dhe ndikojnë në sistemin e frymarrjes, duke rritë rezistencën dhe duke rregulluar problemet e alergjive. Një person që ka alergji ndaj polenit, duke marrë këtë ajrin e zgjojt me periudhë gjatë, me intervale shkurtë të koha, eliminon alergjinë nga poleni. Siç eliminon edhe poleni vetë alergjinë nga poleni, sepse nga një lloj bime mund të ketë një person alergji. Por poleni i blec është i grumbulluar nga shumë bimë. Pra është një veçori e bukës blec, që ka disa lloje polenesh në të. Nëse poleni që kemi grumbulluar ne kemi polen gështenje, ka pak lule tjera, kemi nga misi, ka pak sipas bimësisë që është aty, poleni është më shumë i një bime. Nësa buka blec është polen i shumë bimëve. Është pjalmi i shumë bimëve dhe ka efekte shumë të mira kur është i kombinuar nga shumë bimë. Dhe bile, buka blec ka raste që jep alergji më shumë se sa poleni. Duke pas nga shumë bimë dhe njeriu mund të ketë alergji nga një lloj bime, jo nga kjo bima që ka marrë poleni sot, për shembull bleta ka marrë poleni nga gështenja gjithë ditën, dhe personi nuk ka alergji nga poleni i gështenjës, por ka nga një bimë tjetër. Dhe tek buka blec dikon ajo grumbullimi i shumë poleneve dhe mund të ketë personi alergji. Atë në këto raste merret me sasi shumë vogla, apiteropeti pastaj nga eksperienca, nga njohuria e ndan sa do të më dhon polen ditën e parë me radhë vazhdon kështu duke rrit dozën derisa të eliminoj atë. Pra është një mundësi me eliminu alergjin ndaj atij produkti që ka marrë. Kështu është në forma teknike që përdoren. Kështu që edhe me helmin e blecë, një gjë ndodh. Ibrahimi besoj se njeh fat doktoreshën Gjakov. Është një Leonora Leshi. Ajo është marrë shumë me këtë imunoalergologjin. Dhe sidomos me këtë imunologjin ndaj helmit blec, edhe për këtë ka punu dhe ka relativisht, jo mos na luj, ka relativisht efekte në përdorimin e për ato në pajisje, ato që përdor ajo për imunologjin. Ka një eksperiencë jashtëzakonshme, ajo ka shëtit në shumë vende të botës, ka marrë pjesë disa kongrese botërore në Australi deri në Kanada, në shumë vende të botës, në lidhje me këto alergologjit dhe imunologjit tek njerëzit. Pra, kur kemi qenë në Gjakov ka diskutuar. Po, është specialiste e mirë. Po, prandaj të pyeta se ti ndoshta e ke njoft. Kjo është edhe ajri i zgjojt.
Mund të kenë persona, po alergjia është vetëm nga poleni që ka në zgjuh, që ka si bledha. Nuk ka alergji nga ato tjerat. Dhe kjo alergji mund të eliminohet duke marrë me seanca të shkurtra dhe gradualisht, por duke nxatë në kohë. Kemi apilarnilin. Apilarnili është një produkt relativisht i ri, nuk ka shumë, më pak se 100 vjet, që është zbulu, është për herë parë, po ky është përdor, por është ka vonë që është përdor këto vitet e fundit, 20-30 unë ka pas. Ky është një produkt që e ka prodhu për herë parë një rumun dhe një nil. Dhe harrova me tërsi kaq, po më të kujtohet emri i tij, dhe ja kanë pakzu pastaj apilarnil. Api blet, larva, bëhet fjalë për larvat e meshkujve, dhe nil që ja ka emrin ai rumuni, dhe e pa që ka vlera, ky filloi prodhimin me efekte të mira shumë i mirë, është pothuajse vlera shumë mira ka, po është për shumë njerëz është pak si bezdishëm përdorim në ose ashtu, se vlerat gati si qumshti i bletësi ka. Dhe përdoret shumë tek, sidomos sepse ky ka përmbajtje të lartë testosteronin krahasim me qumshtin. Qumshti ka më shumë nga ato progesteron të tjerë, ka një estrogen tjetër, ky apilarnili ka testosteron më shumë. Dhe duke pas testosteron ndikon shumë pozitivisht tek meshkujt. Por ndikon shumë për forcën, për sportistat, për shumë përdoret edhe në blegtori, por ky pastaj çka kanë bën? Ky është bën liofilizat, është bë pluhur për efekt rujtjes së konsumit. Dhe konsumohet me kapsula kështu. Liofilizohet, po ashtu si nuk di se si e kuptoni këtë fjalën liofilizim, ju nuk di. A keni qartë dikush liofilizim, ç'është liofilizimi? Liofilizimi është duke marrë substancën që është me ujë, me atë përmbajtjen që ka, futet në një tip termostati dhe gradualisht i largohet ujë dhe ngelet vetëm ai pluhuri. Ai pluhuri pastaj futet në kapsula. Ky është liofilizimi. Dhe përdoren shumë preparate biologjike të liofilizuara. Kështu quhet, kjo është një term që përdoret në mjekësi dhe në farmaceutik, liofilizimi i disa preparateve. Edhe një këto përdoret. Edhe këtu përdoret i liofilizuar, edhe apilarnili i liofilizuar. Po ka vlerat janë zakonisht shumë mira dhe ka një kostë pak më të ulët se sa qumshti në prodhim. Por ka teknikat e veta edhe këtë prodhimit. Nuk po hyjmë asaj linje. Dylli është jashtëzakonshëm. Siç e keni përdorë, keni eksperiencë, keni dëgjuar më shumë në kozmetikë sidomos, por ndikon edhe në shumë probleme të organet e njerëzit duke përdorur si suposta, si kështu ka. Edhe nëse përdorim dyllin kur bëjmë vjeljen e mjaltit, e hama dyllin me gjithë mjalt, i bëjmë një pastrim, është një përdorim shumë i mirë për pastrimin e zorrëve, ka një efekt jashtëzakonshëm kur e ham me mjaltin direkt dyllin. Ato hojët sidomos. Mos jas po e them sepse keni eksperiencë të dush. Edhe kjo pajisja këtu tani, po e shifi këtë gruan, para 3 vjeç, i pjesë e mirë e din, erdhi stangjaciu këtu dhe një ditë, se ndaj të 2 ditë në Tiranë me stangjaciu, një ditë shkum te një depo, dhe kishte nxjerrë një depo kështu për kalum rrugë se te unalëm ndaj. E nxjerrë centrifugat për shitje ai. Po kur i pa centrifugat, do t'ju them tha një ide, tha $1 milion. Çfarë është kjo ide më profesor? Centrifugat tha, mund përdoren shumë mirë për të thithë ajrin kur heqim mjaltin, atë aromën e mjaltit, e depozitojmë tha në qese plastike dhe e falim, e shesim. Asgjë mos e pas mirë, e hapën shtëpi dhe ka një aromë shumë mirë shtëpia me atë lloj arome, si të gjithë keni provuar aromën e mjaltit kur heqim mjaltin. Pra është një rezervë për të ardhmen për blertarët, edhe kjo. Ose një promovim i produkteve. Ndërsa një teknik tjetër, që dhe kjo shumë pak është në Shqipëri e dëgjuar edhe e përdorur, tinktura bletet vdekura. Pra, unë ju them shokëve, kolegëve kur me ta, o zotin ju them, bleta edhe e vdekun ka vlera, edhe fakt ka vlera. Tinktura bletet vdekura ka lindë në Rusi. Merren blet
gjithkujt na ka ndodhur me vdek bet për arsye të ndryshme. Mund të vdesin gjithë kolonia, mund të vdesin një pjesë, dhe merren këto blet, trajtohen, futen në alkool, tinktur, mund të shtypen, mund të bëhen ashtu thahen e tjera, dhe tinktura ka efekte, tinktura blet vdekura, ata i thonë, ja kanë vënë emrin në rusisht podmor. Kështu e kanë emërtuar ata, por kjo podmor sikur nuk tingëllon mirë, dhe një ditë bile diskutuam te ajo faqja jone asaj në WhatsApp, diskutuam ata me disa kolegë dhe kishin mendime të ndryshme, më ndru këtë emër, se nuk i shkon podmor. Dhe nuk u vendos fiks, po domethënë mendime të ndryshme, por trajtimi me blet vdekura, tinktura bletëve vdekura, unë kështu e kam marrë tinktura në fakt, po ka, domethënë, ka vlera shumë mira sepse në trupin e blet du të jenë gjithmonë, po flasim pak specifike sepse është një metodë e re, blet nuk do të jenë blet që kanë vdekur nga grindja, blet që kanë vdekur nga helmimi, nga më të ndryshme, qoftë trajtime, qoftë në helmime nga ato helmet e fushë, do të jenë blet që kanë vdekur naturalisht për arsye mbashtrimi, po thona, ku diun, me mungesë ushqimi, diçka e tillë. Jo nga ato blet që kanë përdorur helme, sepse ajo tinktura nuk dele mirë. Merren këto blet, pastrohen, si më thonë kështu pak, mund thahen, mund bluhen, mund përdoren edhe si janë ashtu, dhe përdoren sidomos me alkool. Me alkool ose me raki të mirë, ajo pastaj përdoret. Këto kanë në trupin e bletëve, ajo kitina që i thonë në kitina e lkurs, ka një përbërje, një kitosan. Kitosani ka shumë vlera për këto probleme traumatike. Pastaj ka dhe helmin mbrand, ka shumë substanca bleta mbrand që ja zbërthen, janë nxjerr ky trajtimi duke dhënë një muaj në alkool, ekstrakton edhe i të nxjerr gjitha ato element, janë nxjerr kjo në atë esencën e tij, dhe ka vlera shumë mira në përdorim për këto problemet e reumatizmit, ka shumë vlera. Pra edhe kjo tinktura e bletëve të vdekura është një aset tjetër që kemi në bletarët, një aset shumë i kollaj, shumë përdorim dhe shumë i mirë. Këtu na kanë nxjerrë Naimi këtë se tash, po këtu është një skicë e përdorimi i produkteve të bletës. Produktet e bletës fillojnë të përdoren qysh në sy, me pika ose me injektor, përdoret për raste të ndryshme, për otite përdoret mjalti. Mjalti që do të përdoret në sy, do të merret direkt në hoje, me shiring. Pra, do të ketë një pastërti, në kuptimin e ndotis, e të ambientit, pra jo një mjalt që ka kaluar centrifugun, e ka kaluar në shishe, andaj këtë kështu, po dhe merret direkt në hoje, edhe përdoret. Pra, përdoret në sy, përdoren në hum, përdoren orale, përdoren në gjuhë sublinguale, me injektime intradermale, futen me injektime, qoftë mjalti, qoftë helmi. Epidurale, shikon ku është një shiring këto epidurale, pra ju përmenda më parë për trajtimin e këtyne problemeve të shiatikut, si dihet shu në gjuhën popullore, shiatiku, aty në ato çrregullimet, aty në ndryshime aty në vertebrave, aty futet helmi bletës. Pra përdoremi epidurale me topikale, me lyrje, me kështu, me fërkim, se është kjo pjesa këtu, dhe rektale. Përdoren rektale, suppostet, rektale dhe në rastin e problemet që kanë femrat për infeksione, për to mykotinore, përdoren edhe vaginale, pra gjithmonë supposta. Dhe ka një mundësi tjetër, përdorimi intravenoz, sidomos intravenoz, i mjaltit. Ndërsa helmi përdoret intramuskulare subkutan, venoz përdoret vetëm mjalti. Ju thash, është një specialist jashtëzakonshëm egjiptian që përdor intravenoz mjaltin, me efekte të jashtëzakonshme për shëndetin e njerëzve. E këto janë pra rrugët e përdorimit ose të administrimit, që thuhet në gjuhë mjekësore, rrugët e administrimit dhe të përdorimit. Tjetër slajd, Naim? Këtu është një skicë se lidhet me efektet, më përcakton diçka
ku mund të piskon bleta ose ku me cilin organ ka kombinim. Çdo pjesë e trupit kombinojnë njëra me tjetrën. Me organet e mërshme, pjesët e gishta, pjesët e fytyrës, tregon një skicë shumë më shumë e përgjithshme kjo sa për kulturë, si thon fjalës. Pra, të gjitha në dorën e njeriut janë pika që korrespondojnë me organet të ndryshme të njeriut deri te trurit e syri me radhë. Është një skicë thjesht kështu sa për zbavitje më shumë. Këtu janë një fotografi duke bërë trajtimin me helm blete. Kjo fotografia këtu poshtë është trajtimi direkt, natyral, se nuk është i kontrolluar, se është bleta pa pincë, kur futet, kur kontrollohet merret me pincë si kjo sipër. Kjo sipër është e kontrolluar, natyral po e kontrolluar. Kjo fotografia tjetër është me injektim nën lëkurë, duke bën krah. E ka qitë fotografin dhe është një, sepse helmi bletës, ju thash në fillim, ka specifika, don një trajtim të jashtëzakonshëm të ati që ta përdorin, do të jetë shumë i saktë, do të jetë në kontrollin e të një mjeku tjetër human kur merret me këto, sepse nuk është aq e lehtë, sepse helmi shpeshherë ka ndodhur dhe me pasoja me përdorimin e helmit. Një nënvetësim, një mosvlerësim, një hollim i gabuar, sepse ky përdoret i holluar dhe ka rrit kanë pas raste në botë që kanë vdekë njerëz, që është pak më e kufizuar, do të jesh shumë i perfeksionuar për përdorimin e helmit dhe mënyrën e aplikimit është shumë e rëndësishme kjo. Sidomos helmi. Ju thash ju në fillim se ato që janë si ushqimore janë pak më të lehta, si përmendëm mjaltin e propolis në polenin. Çka kanë tjetër më poshtë? Këtu është një hartë anatomike e apiterapisë, që është konsoliduar në botë nga specialist, dhe pikat më të mundshme të përdorimit të këtyre produkteve, si thamë ne më shumë helmi dhe mjalti, këto janë me injektim, me helmi dhe mjalti, të tjerat janë thamë që përdoren në forma të ndryshme, dhe duke për të arritur ato efekte që dëshirojmë ose për patologjinë ose smollekun që ka personi, aplikohen pika që janë pika orientuese që apiterapeiti i ka parasysh se ku mund t'i përdoren, jemi përdorur vend e pa vend, po janë studiume se në cilat pika përdoren, jo do kudo. Ku ja mërmendja ti, po janë pika studiume të bëme. Të përcaktuar se si mund të ashtu. Këtu është ajo bletë e vdekura për shtetin. E përmenda pak më nalt, po thuj si një gjashtë. Këtu është një foto pak bruto, nuk është shumë është marrë një foto një dysheme blete që kanë ngorë bletë, kanë vdek bletë aty dhe është një foto jo shumë e këndshme, jo shumë e mirë kështu, as e pastër, po gjithë tregon që janë bletë vdekur. Kjo është esenca e saj. Dhe siç jo thash më lart, unë e kam menduar këtë bletë e vdekura për shtetin, më javoj emrin jo Podmor, po bletë e vdekura për shtetin, është një emër shqip, por edhe në përkthim anglisht del shumë e nxjerrën pa atë ça do të më thonë, ça është. Kështu që kjo është Podmor, është kjo bletë e vdekur për shtetin, është një terapi relativisht më ka intriguar shumë përdorimi i kësaj. Dhe efektet e ça efekte shka. Unë i kam shumë të shkëtu me shkruajnë të vogla, si ja mund të arrin me i lexu gjitha, ja, po më i kam përshkruar pak a shumë sepse është si e veçantë kjo. Dhe kitosani, melamina, në të gjitha këto përmbajtje që ka ajo ai tinktura janë këtu që ndikojnë tek shneti i njerëzve, tek për efektet në trupin dhe në organizmin e njeriut. Nuk po him me i lexu tash ato fjalë për fjalë dhe ku ndikojnë. Nuk e di. Pati në tani kemi një pikë këtu që është kjo, si më thënë, epilogu i kësaj, kush mund ta përdorin apiterapin. Apiterapin nuk mund ta përdorin do kushdo. Jo do kush ka qef, nuk mund ta përdorin apiterapin. Apiterapin e përdorin profesionistë trajnuar.
E këta mund të jenë mjek, infermier, naturopat, farmacist, mjek shëndetësor, mjek veterinar e tjerë, por gjithmonë të trajnuar në fushën e apiterapisë. Është gjithashtu mund të përdoren vetmjekimi. Dikush mendon me bën një vetmjekim dhe kur bën vetmjekimin mund ta bash çat dush, siç ju përmenda rastin tim, ose dhe nëse të ndodhin probleme kur bën vetmjekimin, nuk ban kush përgjegjësi. Është ajo fjala që përdoren në malsi, sikur vetin se marr kurgjakun. Kështu që mund ta bësh vetmjekimin pa pyet njeri, po nëse pson edhe i ka punë. Por ama do të jesh koshient për atë që mendon me bë. Dhe këshillat janë të domosdoshme nga specialist, dhe prania e mjekut human në rastin e përdorimit këtyne kur ke qendra apiterapie që kanë një qendra komplekse, është të domosdoshme mjeku të jetë prezent aty kur fillojnë trajtimin një personi ose jetë i azhënuar me trajtimin që do bëjë. Pra, është një kombinim i domosdoshëm, falni për këtë telefon për garanci. Është një kombinim i domosdoshëm i këtij apiterapeutit me një mjek, nuk kanë si me qenë specialist i mirëfillt, po të paktën një mjek që njeh profesionin, që ka eksperiencë në mjekësi dhe që mjek familje e tjera më radhë. Kjo është pjesa e kësaj. Tani shohim çka ka slajdi tjetër, Naim. Në lidhje me këtë, çdo apiterapeut ose përdorus i produkteve të blesë do të njohë historinë e personit që në rastin e dhënën mund të jetë pacienti. Ky person a ka alergji ndaj produkteve të blesë? Ka konsumuar produkte të bleta dhe ka pas alergji? Nuk ka konsumuar kurrë? Ka alergji ndaj thumimit të blesë? E ka dhënë bleta se ka dhënë? Pra do të marrë një histori të personit përpara se me fillu aplikimin me asnjë gjë. Dhe në qoftë se ky person ka një histori të dyshimt, mundesh mos me përdor asnjë gjë, ose mundesh me bë diferencimin, ose mundesh me thirr mjekun dhe në pranë të mjekut familjes mundesh me apliku një terapi si fillim, pastaj mund të vazhdosh me radhë. Kundër ndikimi tjetër, pra ato që kanë alergji gjithmonë janë të predispozuar për të ndodhur rreziqe, për të ndodhur probleme. Pra njerëz alergjik duhet diferencu nga njerëz të gjithë. Nga sazana dhe që u sheh fëmijë duhen diferencu nga trajtimi me produkte të bleta. Sidomos poleni, përpolisi, sepse kanë alergji nga përpolisi, nga helmi, nga këto. Pra janë persona gratë me shtazana ose me fibër, janë persona që janë shumë president, kanë mundësi me ndodh incidente. Përdorimi i mjaltit në fëmijët e vegjël është në qendër vëmendjes për çdo bletar që mund të ketë klient, jo klient, nuk e njeh, duhet gjithmonë të thotë personit, fëmijë në 1 vjeç mos përdorni mjaltin, sepse rrezikohen nga botulizmi. Botulizmi është një bakteri shumë e rrezikshme që ka ndodhur në botë me vdek shumë njerëz nga botulizmi. E kena diskutuar natë me atë mas ati shpjegimit që bën ai profesori amerikan, dhe u bë diskutuar shumë. Nuk kena nevojë besoj se kena nevojë me komentu shumë, gjithë që e komentojnë, po janë bë komente, janë bë shpjegime dhe e ka marrë një farë rrugë kjo punë, s'kena pse me komentu ka shumë, por ama fëmijët në 1 vjeç janë të predispozuar, jo se ashtu po janë predispozuar shumë, sepse ata kanë në organizmin e tyre nuk e kanë aftësinë stomaku i tyre me zbërthy këtë shkaktarin e botulizmit, dhe ai pastaj zhvillohet aty e jep ata problemet. Ndërsa të rriturit kanë një stomak më të fuqishëm, kanë një prodhim të shumë acideve dhe ai mikrobi botulizmi nuk zhvillohet aty tek stomaku i rritur. E përmendëm pak më lart mënyrat e administrimit. Janë goja, hunda, sy, rektum, nëpërmjet organeve gjenitale kur kanë probleme në organet e frymarrjes me inhalim,
dhe përmes injeksioneve. Këto janë rrugët e administrimit. Rrugët e brendshme. Rrugët e jashtme janë kremrat, pomadat, locionet të ndryshme, pika për nësio ose solucion etc. Pra, pak a shumë, kjo është një përmbledhje, nuk e di, a u knaqen, as u knaqen, a u dok shumë, pak ju në gjuzëve gjithë, unë të shi për çdo muhabet tjetër diskutojmë prapë, dhe kjo është e fundit, kjo thënia që doli tani është e bukur. Faleminderit Zotit që na ka dhënë mbletën dhe mundësinë që ne ta përdorim për shëndetin tonë. Është një thënie e bukur, më duket e bukur dhe prandaj kam vënë këtu. Këtu është një skem tjetër, këtu është një skem tjetër që shpjegon përgjithësi ato produktin, përdorimin, efektin, është kjo skema e vogël të mëshme këtu që efektin në organe. Duke fillu qysh të organet gjenitale, të gëzor, të këmelqia, të gjitha organet e njeriut, kanë efekte shumë pozitive për njerëzit. Dhe ne na del detyrë që jo në kuptimin e reklamës, po në kuptimin e asaj që të rrisim vlerën produktit që kemi në dorë. Qoftë me altin, qoftë po lenjë. Dhe është një rezervë shumë e mirë për rritjen e të ardhurave ekonomike. Çdo bletari që pretendon me majt blet dhe që man blet jo për nevojat e veta, po për nevojat publike, pra duke rrit gamën e produkteve, duke rrit edhe e të ardhurat ekonomike të vetat, dhe për pasoj fitojnë njerëzit me shëndet mirë e tjera me radhë. Nuk e di, domthonë sa arritëma, ndoshta me vërejtjet tuaja do të përmirësojmë në gjaha, nuk e di se si ashtu. Pak shpejt, se unë kam pak shpejt i diskutuam, nuk e di. Doktorën, të falenderoj për prezentimin, dhe shpresoj se edhe kolegë tjerë kanë qenë vëmendshëm, kanë dëgjuar me vëmendje prezantimin, dhe nëse dan dikush me marr fjalën për të diskutim apo pyetje drejt për drejtit, mundet me bë aktiv mikrofonin vetë dhe me drejtu pyetje. Edhe do të shikoj edhe në Facebook që se kanë ardhur pyetje, do t'i lexoj. Por gjithsesi unë kam një pyetje si në fillim, derisa po shikoj atje. Pyetja jeme është kështu, doktor. Në fillim të ligjëratës, prezantimit keni thënë se shoqata e juaj e themelimit funksionon të 3 vjet, apo? Po. Çfarë keni arrit për ta 3 vjet? Sa keni suksesshëm? Ç'është bërë për 3 vjet? Shumë pak kemi arrit. Në sensin organizativ kemi arrit vetëm, kemi bërë ato procedura, sepse ne kemi shumë procedura në për gjykata, kemi bërë atë ligjërimin në gjykat, dhe jemi në tendenca tani me përgatit, po jemi pak në kështu si farë dilemet pavendosin, sepse Federata ndërkombëtare po përgatit një kurrikull të përgjithshme për gjithë botën sa i përket kualifikimit të aplikantëve. Të jenë të gjithë në një linjë, kupton? Mos ta ketë një kurrikull Shqipëria, një kurrikull Gjermania, një kjo ka eksperienca të mira, kanë dhënë mendime të mira dhe ashtu konsolidua ajo kurrikula e përgatitjes dhe të ketë një certifikat të përgjithshme. Të jetë një certifikat e miratuar edhe në OBSH, në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Pra, kështu po tentohet, pra jemi ndonë vetëm sa kemi hyrë në të tendencën e përgatitjes ose të kualifikimit. Në vitin në 2023 kemi bërë një grup, po themi bletar, një 5-6 shqiptar, kemi bërë një trajnim me këtë Stefanin, kemi shkuar në një javë në Romani, e kemi marrë diku rreth 100 leksione në lidhje me produktet e bletëse, përdorimet e indikimet e kundërndikimet e gjitha me radhë, efektet e tjera, ka shumë tjera aty për 100 leksione në tërësi, dhe por në fakt, në praktik nuk është një kjo përgatitje teorike. Siç jam unë ndërtani dhe nuk e di, një pjesë e mirë e njohin edhe Viktorin e një 3-4 tjerë që kemi qenë kështu. Thjesht kemi fituar diçka për vetë, se mos jeni të fortë edhe na kënaj, jashtë kufive. Ne kemi përfituar diçka për veti, po për njerëzit nuk kemi dhënë shumë, jemi prap larg. Okej, të falenderoj. Atë Nusmini ka kërkuar fjalën.
Atëherë t'ja filloj unë derisa Naimi t'i gjoj pyetjet ka janë në përvejtë. Mirëmbrëma doktor Abdyli dhe përshëndetje. E cekët se ka dallim mes apiterapeustit edhe bletëritësit. Ku o dallimi mes këtyre dyjave? Kualifikimi dhe dëshira për të marrë me apiterapi. S'ka dallim tjetër. Dhe me thonë pa tjetër tjeti kualifikuar apiterapeusti. Apiterapeuti i pa kualifikuar nuk njihet bën gabime, nuk arrin atje ku duhet, ka ato defektet e mos përgatitjes profesionale. Kështu që vim me një përfundim që do me thonë nuk mundet bletëritësi ta bëje apiterapin në parkun e vet. Ai e bën pashi kundraligjshëm. E këtu e kisha fjalën. Edhe një pyetje pak a shumë e për afër apiterapeuti duhet të jetë ose bletëritësi të paktën të ketë nivelin e parë të mjekësisë të kryer që të mund të bëj aplikimin e apiterapisë. Aty është problemi sepse në përgatitjen e nivelin e teknik, sepse aty duhet dish anatominë e njeriut në radhë parë, kjo është pak specifike. Në qoftë se nuk din anatominë e njeriut, është aja. Nuk din se sa është efekti, sa futet, sa kalon. Kush është derma, kush është epiderma, kush është lëkura, nën lëkura muskulare. Pra domethënë do të kesh përgatitje teknike profesionale, të njohësh anatominë, të dish disa terma, disa përdorime, është pak specifike. Pra një mjek, një infermier, i njeh, një mjek veterinar tash çka mund, sepse unë kam ato të përgjithshmet, i di, edhe është domosdoshme. Non atë skemën që pam aty tash ajo ishte një skelet kështu i pikave, një bletar që nuk është i fokusuar në lidhje me mjekësinë, nuk din mi dhënë dom asaj, kush janë ato pikat, kush është cervikalja, kush është kubitalja, a më kupton? Kjo është domosdoshme përgatitja teknike. Kështu që bletëritësit të kenë kujdes. Anatomia është baza. Anatomia është struktura baze përgatitjes një specialisti, mjek veterinar ose mjek human. Pos ditë anatomin, ajo është badi hava. Kështu që bletëritësit të kenë kujdes në aplikimin e apiterapisë në parqet e veta. Po, absolutisht që po. Sepse ai mund ta bëjë, nuk ka problem. Dhe ndonjë herë si të dalë i kundralishëm, do haj burgun pastaj. Unë njeh një bletar që për Kosovë që kanë bën në Beograd diku në Novi Sad certifikimin për apiterapi, a ka diku në Shqipëri ku mundet më bën kjo? Jo, po tentojmë, po jo. Të marrim atë kurrikulën një herë nga profesor Stefani dhe pastaj do të shohim, nuk kemi alas, kemi bën ai në gjë të drejtim. Ata kanë shkuar në Beograd, është shumë i mirë ai Beogradit, e njoh shumë teorikisht. Do të fart në këtë drejtim. Është një ky i Podojevs, ky i Llapit. Si ka kim tuti, Bedrio. Bedri Statovsi, po kam qenë, kam vizitu, Bedri Statovsi ka bën një kualifikim, se kur ka bën nuk e di, dhe është goxha, ka një nivel, ai është në profesion mësues, nuk është mjek, por ama ka rrit nivele, pothuajse nuk e dyshojmë, sepse ka njeriu me të mësuar, me të lexuar, me bën gjithçka, nuk është kushta e punë. Edhe ka relativisht një nivel të mirë ai. Bile nuk e di kush e ka njeh ose kush e ka lexuar, pati edhe një temë në kongres ai në lidhje me këtë apiterapinë, efektin e aeroapiterapisë. Edhe von që një arritje e mirë. Qoftë e specialistit kosovar u vlerësu atje, nëse më. Por ka nivel, ka ngritje shumë mirë, ka punon, dakord. Por sepse ka dhe kualifikimin, nuk mund ta paragjykojmë, kuptimin e saj shumë mirë. Vazhdo na unë e kryva. Faleminderit, Nosmir. Dan dikush tjetër me marr fjalën sepse as në Facebook edhe as këtu nuk ka pyetje, as çfarë të kanë bletërt. Më vjen mirë. Jo. Mund të jetë qartë, mund të jetë edhe ka të bëj shumë edhe ndoshta sa do pak edhe interesi, nuk e di, nuk po e them tash me paragjyku, po interesi ne interesi jon i ne bletarëve është të rrisim vlerën e produkteve. Kjo është më shumë interesi për ne, nëse e shpjegojmë në sensin personal,
si bletar është me rrit vlerë në produktet e tona. Po duke rrit vlerë do i bëjmë edhe shërbim edhe njerëzve atëherë sepse është kështu lidhje shkak pasojë kjo atëherë. Kështu që nuk e di. Okay. Sepse është pak edhe me nuk është si mbashtrimi blec, nuk është një lloj me apiterapin. Ka disa ndryshime esenciale. Apikultura, por pa apikulturë nuk ka apiterapi. Apikultura ka diçka tjetër, ka se tash paka shumë me shumicën e juve njihni, unë kam të 35 vjet që merrem me apikulturën, po me apiterapinë jam fut vonë, nuk ka as 7-8 vjet. Por fal profesionit kam qenë ndoshta pak më afër ose më ka intriguar më shumë me studiu apiterapin. Është një fushë që më pëlqen fakt shumë, kam shumë simpati për këtë. Tjetër gjë pastaj se sa i përket aplikimit, se zonë të aplikimit edhe unë nuk jam shumë i avancuar për disa arsye, më shumë organizative, defektet mia të tjera vijnë kështu me radhë të punë, por nuk është e njëjta gjë apiterapia me apikulturën, ndryshojnë. Dhe prandaj edhe nëse kolegët e kanë studiuar dhe kanë një këtë apiterapia ala nuk ka rrit me bë një farë rivaliteti në sensin shkencor edhe në Kongresin Ambimondjes është apiterapia si degë veçantë, si kështu primare, por në vetvete nuk pra është apikultura primare, pastaj vjen apiterapia. Tjena kështu si më të qarta se më të. Okej, Fatmir, ke lezu këtë pyetje diku apo te e bën këtë pyetje? Jo, dikush më tha me e bën. Aha, mirë. Atëherë një bletar pyet, a bëhet tretja e propolisit në uthën e mollës? Jo. Shi tash për propolisin, se po pa shumë mirë, kjo ishte me zero muhabetin. Propolisi ekstraktohet pothuajse 100% në alkol. Pastaj ekstraktimin e bën në vaj, ulliri dhe në ujë. Por nuk bëhet ekstraktimi 100%. Mesin shumë element të pasbërthyem, qoftë në vaj, qoftë në ujë. Ai ekstraktimi më i mirë është kështu. Ai që ka pyet në anë gjëra e thotë s'ka rëndësi. Shi si mund ta bëjmë mirë mo? E bën ekstraktimin me alkol. Dhe këtë e bën shumë përqendruar. Nuk e bën 10-15% sa përdoret zakonisht, po mund ta bëhet 50%. Dhe mbasi i keni ato metorinat nga përdorimi i alkoolit, merret ky edhe futet në mënyra të ndryshme me avullu alkoolin. Dhe bëhet ajo, si u thash ajo, bëhet si liofilizim. Pra, ky ekstrakti liofilizohet dhe bëhet pluhur. Kur bëhet pluhur, pastaj mund të përdorësh siç dush. E përdor me ujë, e përdor me mjaltë, e përdor ku dush. Ose unë kam përdorur në mënyrë tjetër. E marr janë këto grirëset e këtyne farave, janë ca kështu të vogla, e fus e gri me ata dhe millzon, pa ekstraktu. Do mund ta përdorësh me mjaltë, me kështu direkt. Por ajo është metoda më mirë, më e mirë është ajo metoda si thashë metoda e parë. Bëhet me alkol 70 gradësh ose 90 gradësh, 50%, pak në 50% shpo. Dhe ky ekstrakt pastaj fillon i largohet alkooli, largohet avullohet, largohet e ngelet vetëm pluhur. Pra, ky lloj pluhuri pastaj përdoret si dush. Përdoret për fëmijë, përdoret për gra, për këtë dush mund ta përdorësh në forma të ndryshme, pastaj mund ta bësh me pomada, mund ta bësh me sepse është ekstrakt tani, ky është ekstrakt i liofilizuar, si më thoni, ka ik uji, ka ik alkooli, është vetëm pluhur me ato element e propolisit që ka që është zbërthy. Nuk e di është e qartë. Shumë i qartë, doktor. Me Fatmir. Dikush tjetër e fakt. Pavarësisht jo, unë... Besoj që e mori përgjigjen ai. Ndërsa unë po pyeshna, gjithsesi të falenderoj për këtë që na tha, po përpiqna me gjeta fjalë në mënyrë që as me të kundërshtu ty, as... Jo, s'ka problem. Nuk ta marrë.
Thuaj se Konstruktiv, tak debat tak. konstruktiv. Jo, ase po, si me thonë, po munone me gjitha të fjallë më të mira, që Ha, me nxit pak debatin edhe me tregu pak po gjendjet shumë goja. e shumë bletarëve. Pak po hezitojnë bletarët në këtë farë pune, edhe shumë ata bletarë që janë të njohur dhe që kanë numër shumë të madh bletëve, disi janë pak skeptik të thënë drejtën në këtë farë punën e apiterapisë, ka kundërshtime kundërthënëse, një pjesë janë për, një pjesë janë kundër. Edhe një pjesë e jona, të drejtën po na bje ma mirë me heshta, kitë jarë se nuk po ditë ka me majtë anë. Jo, jo. Unë ta thash, nuk është e njëjtë apiterapia me apikulturën. Ti mund të jesh një bletar shumë i mirë, ke 50, 100, 200, 300 blet, nuk ka problem. Por ama nuk mund të jesh apiterapeut, pse ke blet shumë, pse ke produkte shumë. Ti shqyr që ke produkte dhe i shet dhe i blen apiterapeuti për shembull. Ai që i përdor, që i ka bë kualifikimin, nuk është e thënë kjo, paktën kështu është koncepti im. Nuk është e thënë që pse ke blet shumë ti mund të përdorësh, mund të aplikosh apiterapinë. Ti mundesh me apliku metoda të thjeshta apiterapisë, siç është hap kjo shumë, sidomos në Kosovë është hap shumë kjo aeroapiterapia. Por edhe kjo është e kundërligjshme. Kam idenë që jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë është e kundërligjshme kur përdoret nga një person i pa kualifikuar, i pa autorizuar, i pa certifikuar, po marrim atë pjesën e fundit certifikimin. Paktën Tash nëse më lejon, po du me t'i bo një 2-3 pyetje të vogla, se nuk kam pas kontakte me këta që me shumë bletarë që i kanë hap këtu apiterapit. Një pyetje të vogël, si e bën trajtimin kundër varros në ato, apo i trajton apo nuk i trajton ato? Ja. Nuk du të përdorish as lloj mjeti kundër varros kur je të bën trajtimin me aeroterapi. As acidi oksalik është organik, është më i lehtë kështu edhe këtë, por ama nëse përdor trajtime me këto nuk është e këshillueshme të bësh aeroterapinë. E pyetja tjetër në vazhdim. Sot ditë pasi të largohen shiritat ose pasi të bëhet pas sa kohë pas trajtimit mund ajo blet të futet në apiterapi? Do një kohë ku nuk është më shumë se një javë, nuk e pse ta më shumë se për javë ikin ato elemente asaj. Përveç se rastet ku përdor tymolin, edhe tymoli nuk është i dëmshëm për organizmin, po është ajo aroma, ajo këndshme, ajo shija keqe. Nëse një tymol nëse ke përdorur ndonjëherë ti nuk e di, dikush e ka përdorur tymolin, jam i sigurt që kanë përdorur. E tymoli zgjat më shumë si erë. Nërsa kështu efekti për javë, zakonisht, me thonë drejtën nuk kam lexu vetëm këtë, që bletas janë përdorur për preparate, për varatozën ose për preparate tjera nuk do të përdoret për aeroterapi. Nërsa për sa i përket kufizimit, nuk e kam lexuar dikun, por madomende tash unë duke qenë specialist, sepse ne kemi duke di sa je me këto të blegtoristi, në çdo preparat e ka të shkruar kohën e pezullimit, koha e mos konsumit të qumshit ose të mishit ose nuk di sa ke qartë. Edhe karencën. Pikërisht, pra pezullimi. Pra një dasgjë ndodh edhe kemi. Po madje që për një javë ikin ato efektet e asaj. Nosha mitraza është pak më rand, nuk është fort komode, po të paktën një javë, 2 javë, në një javë jo herë. Një javë deri në 2 javë na shumë. Varet se çfarë përdor. Po gjithsesi sepse tana nuk janë tana të njëjta, por një javë, 2 duhet të kesh distancë pushimi. Ne ima me vazhdu në përsëri apo të emeri? Po, lirisht. Se pyetje nuk kena, kështu që lirisht. Unë po e shfrytëzoj mundësien me qenë se ma dhanë ta shok me bu pyetje si bashkë bisedim këtë rast. Inshallah nuk e teproj shumë. Jo, nuk. Sa është mundësia e reagimit nëse një person i nahalohet aty me këtë aeroterapin? A mund të ketë efekte negative? Po. Ose ma konkretisht, mosa që do të marrë pacienti për me e fut në apiterapi? Si funksionon kjo aeroterapia? Një person që vjen në Rishas për herë të parë,
është e shkrytme, është ashtu në ato materialet që janë ato për atë punë, futet vetëm 10 minuta rishtas. Si do t'i gjenë, nuk që alergjen, ke alergjen, hera parë është vetëm 10 minuta. Dhe të ne, mas 24 orësh, në qoftë se ky nuk ka për 24 orë, s'ka problem, nuk shfaq fare alergjie, vazhdon inhalimin. Në qoftë se ky, edhe më shpejt se 10 minuta, mund shfaqin problemet nga më të ndryshmet, ky duhet dalë dhe s'duhet futet, ma aty pasaj janë probleme tjera, ato si mund të manipulohet, si mund të bëhet, si nëse ka domosdoshme, ka arsye të ndryshme pse ka ardhur aty, ai po. Kjo është prova e parë, është njëjta gjë, është edhe me polenin. Kur një person do me trajtu me polen ti, për X probleme, do t'i japsh shumë 4-5 kokra, herën e parë. Jep mbjes 4-5 kokra. Ja shton këto 4-5 kokra tjera, pra vetëm kokra, me numërim, si me thanë. Ja shton, ja ban 2 fish në darkë, nga 4-5 e ban 7-8-10. Dhe vazhdon 2-3 ditë shumë. Qofse ky mas 2-3 ditë, 5 ditë nuk ka probleme, atë vjen të ushtu dozën dhe sa të konsumojnë nga 2 lugë në ditë. Po me i farë zatje. Si që është ky përdorimi i kontrolluar me helmin e blec. Qofse ti personalisht mund të kesh probleme me këto reumatizmin, me gjurin tatë për shembull, që unë e kam përdorur edhe unë për gjujt e mi. Ditën e parë fut një thumë. Ditën e dytë të bash 2, ditën e tretë 3. Deri shkosh 4-5 ditë duke shtu nga i blet. Pastaj rrin pushim ose fillon e zbret numrin. Pra kjo është ajo mundësia që mos të marrësh dozë shumë për një herë, por gradualisht si të arrijsh shërimin, po edhe mos bësh përkesime. Pavarësisht se ti nuk ke alergji nga helmi ose nga ato produkte tjera. Kështu që gjithmonë përdoret, të gjitha këto përdoren me doza të vogla herë në fillim. Për ashtu, rastet kur ato për shembull supostët janë përgatitme sepse futen diçka në teknologji, përdoren kështu ose ato pomadat janë pa përgatitme, kanë ato nuk rastet ralla mund t'japin alergji sepse kanë nivele të ulta të lancë bazë. Për shembull, ajo pomada që përdoret me helmin e blec, ka nivele shumë të ulta të sasisë së helmit blec dhe nuk arrin me dhënë alergjin. Arrin deri te shërimi, po alergjin s'ta jep. Po përgjithësi kështu përdoren këto. Këto që janë kështu tek alergjia me fjalë. Kryesisht tek alergjia përdoren doza shumë vogla. Edhe për polisin, dikush ka alergji, më falni. Edhe për polisin ka njerëz që kanë alergji edhe për polisit. Qofti bëm nga mënyra për përgatitjes, mund të ketë alergji ai. Atëherë përdor dozat vogla. Nëse dozat e vogla nuk i toleron, se përdor madhe, marrë historia atij. Po fëmijët e vegjël, a mund t'i nënshtrohen? Fëmijët e vegjël apo mosha përafërsisht? Fëmijët e vegjël, moshat mbi 2 vjeç, mund përdorin propolisin në ato forma që thash parë, ose me ujë. Për fëmijët e vegjël bëhet me ujë. Dhe ky pasaj futet pak mjalt dhe përdoret shumë mirë. Po do rritet doza tash, sepse nuk i ka të gjithë elementet, është pak si mank me shumicën e elementeve, sepse uji nuk e ekstrakton të gjithë element, një pjesë, diku të 30-40% nuk e ekstrakton me ujë, dhe përdoret për fëmijët, sa për këto kollat, për këto grykat e përdoret shumë, përdoret me mjalt. Po jo me alkol. Me alkol është pak e kundërindikuar për fëmijët. Për fëmijët dhe graçazana është i kundërindikuar me alkol. Është më mirë përdorimi me mjalt, i atij propolisi që është i liofilizuar, ose ky propolisi që mund ta blush, që thash parë, bluhet me një mullik kështu, po bëhet si millaj, edhe përdoret shumë mirë mjalt. Ashtu aplikoj edhe ka pas raste që kanë përdorur kështu pluhur. Pa fut alkolin. Fatmin, që s'ke pyetje, kena një pyetje në Facebook. Po, A ke Fatmin, le të vazhdon, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Fatmin. Atëherë pyetja vjen nga Petref Çakaj. Përshëndetje gjithëve. Doktor, mund të na thot për bledet e vdekur, si përgatitet dhe si përdoret? Pra tintura me bledet e vdekura. Lëgja, thuj ati buri, thuj, kjo është të kërë personale dhe nuk shritën në asë lirë receta, thuj. Petref, Jo, më ta lexon, s'ka problem, bëj shaka. Ato merret për shembull merret një gotë me blet vdekura. Pastrohen nga metodat që mund të kenë. Mundesh me fut me i than furr, po me i than temperaturë jo mi 40 gradë,
i bën një farthari dhe mund t'i blush. I blu me mullin, si që thash parë, me një mullin që janë të që përdoren në kuzhina. Dhe i fut në alkool. I zhyt në alkool derisa të bëhet rrafsh me atë pluhur që ke bë me atë bluar. Ose nëse i fut blet ashtu siç janë, i ke pastru, edhe i fut, i mlon me alkool, një gotë me miza, i mush me alkool derisa të zhytën ato, jo me tepër alkooli, kaq është, sasi alkool që përdor. Dhe për një muaj lejnë në frigorifer ato, një vend të errët ose në frigorifer. Nuk është ndonjë procedurë, është përdorur shumë e lehtë. Dhe pastaj e kullon, dhe atë tinkturën e përdor si dush, për gjunjë, për efekte të ndryshme që përdoret. Pra, paga shumë kjo është. Ke edhe recetën në YouTube për me pa. Po e gjenë, ka nuk. Unë e thash me masa, kështu po mund bëhet me grame, me kështu po s'ka lidhje, nuk është problem, nuk është ndonjë gjë. Nuk është ndonjë gjë, po e bëna për shkak. Nuk është disa sekrete pa vëdi. E bëna për shkak se kjo është sekreti. A dën dikush me marr fjalën, me bë pyetjen apo me diskutu diçka në lidhje me temën? Doktor, me kjo se më dëgjon. Patjetër. Si mund të licencohemi ne për të hapur një qendër apiterapie ku ju pas keni krijuar një grup dhe nuk na jepni mundësinë që ne të marrim një uritë të caktuar për të hapur. Ka penguar asnjë, të lutem. Tani tash. Mundësi sa ka penguar asnjëri. Po si mund të licencohemi, si mund të marrim një minutë, se ti herë radh parë, kjo do të bëhet nëpërmes shoqatës. Sepse ne po merrem me këtë punë. Dhe mundësinë për ta në shoqatë ke pas hapur tash 3 vjet. Nuk e di sa ka pas mundësinë e informacionit, nuk po të paragjykoj, nuk e di. Do të marrësh një thash parë, do të marrësh unë ne kemi marrë 100 leksione me profesor Stefanin. E kuptohet, nuk po him me komentu ato problemin e pagesave të tjera. Pra do të marrësh një njohuri teorike se s'ban, të bësh edhe një trajtim praktik për disa aplikime, përdorime kështu. Për cilin profesor bëhet fjalë edhe doktor? Stefan Stangaciu është ai rumuni. Aha, po. Dhe pastaj merr një certifikat që është kualifikuar kështu, dhe të paktën një i ligjshëm. Kjo është e rëndësishme. Ti je i ligjshëm. Në fakt, fatkeqësisht, në Shqipëri nuk kemi ligj fare për këtë punë. Apiterapia në ligjin për mjekësinë nuk është e shkruar kurrë. Dhe unë po tentoj tash, po nuk po e fola me atë Stefani ditëna me ashtu, të po të çoj thatë profesorin e farmacistë se si ka funksionuar kjo për përpilimin e ligjit e diçka kështu, nëse munda me bën një diçka për me futur në ligj edhe apiterapinë. Po pse ligji ju bë bletarin, pse nuk u ngulët të futet termi apiterapi? Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje me atë ligjin e bletarisë. Është tjetër. Ne, sepse kjo derisa është shërbim shtetit njerëzve, derisa ke të bësh me njerëzit, është lidhur me Ministrinë e Shëndetësisë, me ligjet e shtetit publik. Por dikur nuk është përshkruar fare kjo, çfarë është apiterapia, pse është, as ka leja, por nuk ka asnjë fjalë të shkruar në ligj për apiterapinë në Shqip. Ju doktor si shoqat, e keni në plan për me bë diçka në lidhje me certifikimin e bletarëve që dojnë më marrë me këtë gjë, apo? Patjetër, sipas kërkesave kemi, po punojmë diçka edhe me atë pak ligjin, me përshkruar dikun edhe apiterapinë me ligj, sepse ne jemi të kundërligjshëm vëlla. Ti bën certifikimin sa dush ky vllaj që pyeti tani që foli, dhe nuk është i ligjshëm. Është i kundërligjshëm. Le të ketë një certifikat. Po bëhet ligjshëm, le të punoni si shoqat, por bëhet ligjshëm. Ne po kërkojmë se si mund të licencohemi dhe si mund të bëjmë një punë të ligjshme, nuk e se unë kam hapur apiterapi. Po thash si të gjejmë rrugët për të licencuar. Tani ti në radhë parë për vete duhet të bësh tendenca për kualifikim. E gjendën ato mundësitë e tjera. Por ne po tentojmë ta atëshojmë të ligjit dhe ta fusim ligj apiterapinë si mjeksi, si mjeksi alternative, siç janë, sepse nuk është fut me as aromoterapia, as kjo nga terapia nga bim, se është fut me ligj, po kemi defekte të ligjit për shtetin shumë, po dhe ti e njeh atë doktorin, si e ka ai që merret me këto të bime, si e ka ai Firaku, ja harrova emrin. Yllimeraj. I kundërligjshëm është vllai. Ai punon për shkakun
Është i kundalishëm sepse ai është i kualifikuar për farmaci personalisht, por ama nuk e ka në ligj trajtimin me këto, nuk e ka të ligj trajtimin me këto me këto bimë, me këto substanca që përdor. Nuk e ka të shkruar fjalë për fjalë në ligj. A më kupton? Pra ne si në gjitha fushat jemi në aplo nga ndrysh nga tanë bota. Me sa kam dëgju nga doktor Bedriu, kujtohet se pa të thonë në bisedës që kena bos bashkë me këta shokë, më duket se pa të thonë as kur s'ka leje në botë për me zhvillu apiterapi. Jo, në botë është e njohur. Mënyrë ligjore i zhvilluar aktivitetet. Jo, e kanë slovenë, e kanë kroatë, e kanë rumunë, e kanë të futme me ligj. Okej, po e kanë. Doktor Bejsa, mi mbroma, doktor. O, mi mbroma, përshëndetje. Përshëndetje edhe doktor Avdylin. Ka qenë një temë interesante sonte. Unë mendoj që doktori ka thonë në pika shkurta se për me folë për apiterapin duhet shumë gjatë. Tona me folë edhe nuk mjafton, po kupton se ajo dalën pe vendit në vend, pe domethënë lloje dhimbje kështu me radhë. Sa i përket unë për Sloven po flas, kam pas një takim me kryetarin e shoqatës bletarëve, domethënë që është këtë nocin, domethënë që është për shoqatën e bletarëve të Evropës. Edhe në Kopenhag patëm bisedue, ata thanë me ligj nuk e kanë, domethënë mirë po kanë mirë kuptim me Ministrinë e Shëndetësisë. Thotë që Ministria e Shëndetësisë nuk i pengon, sepse në mënyrë zyrtare ende edhe atje nuk është zyrtarisht për shembull me u përdor apiterapia, po kupton? Mirë po e kanë në mirë kuptim me Ministrinë e Shëndetësisë, kështu që Ministria e Shëndetësisë nuk i pengon, kanë i bashkëpunim mirë kuptim, sepse normal kanë leje punë edhe ata, doktor? Nuk i pengojnë, kanë thonë nuk është leje pe Ministrisë Shëndetësisë nuk kanë. Doktor, se po bëjmë mohabet. Unë kam komunikuar me atë kryetarën, me atë kroatën, është një Gerdana Hediç. Kam komunikuar me këtë Nina Iliçin që po thotë kjo Slovenisë, me të dyja komunikoj, kam lidhje, edhe me atë Nina Iliçin edhe me Gerdanën, dhe nuk ma kanë zhvilluar mirë punën e ligjit as ato. Dhe pastaj jo kam drejtuar Stefanit. Këto paka shumë këto që po thu ti, doktor, ma kanë thënë edhe ato. Ndërsa për Rumani, ajo mendoj që është e rregulluar sepse unë që di Rumunët janë të parë në Evropë me Rus ose mas Rusëve që kanë përdorur. Kanë specialista shumë mirë, është vërtet. Po, Rumunët janë të parë të më të zhvilluar, e kanë apiterapin, unë mendoj që ata kanë të rregulluar sa i përket ligjit ose nivel ministrisë. Rumunët. Mirë po në shtetet tjera, nuk e di Serbia që shë ka, edhe Serbia ka një marrëveshje me qenë se shumica e mjek, domethënë në shoqatën e apiterapi, mirë po. Ka shumë mjek, është vërtet. Ka shumë mjek. Edhe ata në farë mënyrë nuk e kundërshtojnë, e pranojnë, po licenca nuk e di se japin, domethënë nga Ministria e Shëndetësisë për apiterapi. Nuk është problem licenca. Problemi është të jesh i certifikuar. Kur ti je i certifikuar, ti je certifikat, është gjysmë licence. Pra, ke një kualifikim. Unë e di që në Bosnjë është një mjek është edhe ai e përdor, domethënë apiterapin, domethënë apitoksinën e përdor me injeksiona, është shumë i përgatitur në kompas ka bisedu me to. Nuk e njoh. Dhe ishte shumë i përgatitur ai që sa kohë ai kishte specializuar në kohë në Rusi edhe në Kinë, kishte një farë trajnimi, edhe se kishte problema, domethënë edhe kishte pacienta mjaft, domethënë edhe pavarësisht që nuk e ka lejen, ai rregullisht teraponte mjek me apitoksin, po flasim me injeksione, po kupton. Normal. Pe Ministrisë Shëndetësisë është problem i madh me marrë licencë, sepse ajo është për arsye se është një konkurrencë e fortë, edhe këtu duhet pa u kyç edhe mjek, nuk do të me pas dituri rreth produkteve bletës, getrasë dhe helmit bletës,
është pak problematika ata me pranu, sepse është një konkurencë. Unë kam ekzekutu disa receta nga këta dentistat, nga këta stomatologët, me propolisin. Por ama, nuk ka një stomatolog që është afru në lidhje me shoqatën e kështu. Kështu që e ka një farë indiferentizmi si të përmenda në fillim. Ata faktikisht nuk dojnë me pranu një gjë të tillë, sepse trajtimi ose mjekimi me propolis është i lirë, doktor. Normal që është i lirë. Ata e pranojnë që propolisi është shumë i dobishëm, mirë për anën tjetër nuk e rekomandojnë për arsye se shumë i lirë. Po, prish pazarin. Mafi, krejt është kjo, kështu. Unë nëse më lejoni pak mu kyç, dhe më thonë për punën që më të i e bo që kom fillu e laborator, dhe më thonë, kom testu e Bes, të kekaj ndjes, vetëm nëse s'kena diçka pyetje, rreth kësaj teme që kena pas sonte, atëherë e ndalim inqizimin edhe vazhdojmë diskutimin e lirë. A ka dikush lidhje me diskutu ose me pyet doktor Abdylin për temën që kena? Po, bace, orna. Po, në rregull se thash, nashta nuk po ndëgjone, mos foli vëdhe javë. Po, orna, ndëgjohesh, orna bas. Ne përshëndes doktor Abdylin, ka dhënë një sqarim të thukt. Mirë po, unë si bletar me përvojë bukur gjatë, kom pas raste kur me kanë ardhur disa kolegë, mos të them disa numrat të shumë, por munda me thonë deri në 7-8 kolegë të mi të cilët kanë pas probleme me reum, nuk kanë mujt me ecë, tamam. Nëse unë deshta me pyet doktor Abdylin, e dim se bleta është një insekt i cili mundet edhe me shkatru edhe jetën e njeriu, të më thonë është fatal. Nëse e thumbon vetëm një bletë dhe njeriu është alergjik vetëm për një bletë mundet me psu, dhe më thonë me vdek. Mirë po, nëse nuk është alergjik, mundet me i përbalue, thot, deri në 300 copa bletë nëse hanë për një herë. Ndoshta është e tepër kjo, mirë po gjatë leximeve kom hasë në atë informim. Kështu që njerëzit mundën me qenë alergjik nga thumimi i bletës, nga mjalti, nga poleni dhe propolisi. Unë kur kom rastin për shembull do një kolegë timin që e njoh personalisht, i japi mjalt me hongër aty, ja viti pak polen afër kur don me lyp dhihen për me kështu një bletë ose dy, dhe afër spitalit jam dikon në vijë ajrore, mos të më tepër 500 metra, kerri është aty, tu që e provojmë me një thumim të një bletë një herë. Nëse nuk ka alergji, po mendoj, kështu që mendimi jam është se cili person mbi sipërfaqen e tokës duhet të kenë imunitetin ndaj alergjisë, se bletëve një vakcinë shumë e kollajshme, sikur vakcinat që japen për fëmijë për kohë për smundje të ndryshme, mbrana mundësive do t'u japet edhe fëmijëve të vogël, edhe të mëdhejve për me i provua alergjinë e tyre, që mos të vinë deri te një fatalitet kur nuk janë afër spitalit, për shembull, gjenden në pjeshk, gjenden në vende ku nuk ka transport, kështu që jeta e tyre 99.9% është në rrezik. Andaj kom pas raste që ditën e parë, sikur tha edhe doktor Abdyli, një bletë, dytën e ditë 2 bletë, tretën ditë, domethënë ka ardhur deri në 30-40 copa bletë për shembull për një sezon, për një 10 ditë, 20 ditë. Kështu që besoni sot më falenderojnë, ecin kom të veta pa kurrë problemi. Andaj nuk jam mjek me profesion, jam ekonomist, mirë po produktet e bletës, dhe të mirat e bletës, edhe sot Kina, Japoni i përdorin apiterapi, sikur tha edhe doktori, si preventiva të njohshme në ato vende, kurse te na
ende jemi mamas. Tu që apiterapia, si mas mendimit tam, duhet të përdoret të bletarë, se bletari e ka polenin aty, e ka propolisin aty, e ka bletin aty, dhe i ka të gjitha produktet të cilat njeriu mundet me qenë alergjik ose nuk mundet me qenë alergjik. Do që e falenderoj shumë doktor Abdylin për këtë sqarim, sepse kjo është në dorën e bletarëve e jo në dorën e personave të cilët nuk merren me blet ose nuk kanë lidhje fare me blet. Unë që ka spota ju falenderoj. Falenderoj gjithashtu. Falenderoj Bac. Nëse s'ke diçka me diskutu për këtë çka tha Baci, atë kam një pyetje ka doktor Arturi. Abdyl? Po. Atëherë, falenderoj doktorin, është një aset për ne. Kisha një pyetje, a ka një prekufizim ku mund të ngrihet apiterapia? Kanë të bëj me kullotën në zonat e banuara apo kullotat e kontaminuara, se duhet një kullot organike pa herbicide e ndotje? Të falenderoj. Se që doktori paka shumë e ka qarta veta e nuk kam nevojë me ja komentu unë. Apiterapia është një koncept i përgjithshëm. Ai duhet me nda tash. Çfarë terapie do bëj? Do bëj aeroterapi, do bëj trajtim me propolis, me ato, pra mund ta ndërtojnë kudo atë. Mirë është në ambiente jo me gazra, me tymra, me kështu me ndotje. Ndotja s'është e mirë. Larg këtyre ndotjeve, tymrave është më mirë. Unë nuk po them që ai me armë e bën puk, po se i takon pak larg. Por që do në zgjidh fakt vendi ku aty sepse do një kullos mirë, do një jo me trajtime me kimikata, domthonë kjo është një kështu e përgjithshme, se thonë nuk kam pse me specifikuar në gjatë, doktori paka shumë. Po gjithsesi faleminderit që e ka ndjek materialin dhe është mirë njohës. A ka dikush tjetër me marrë fjalën me pyet diçka? Nëse jo, unë doktor të falenderoj për kohën, për diskutimin që na ofrove, gjithëve, në bletarëve, dhe shpresoj të kena prapë herë tjera. Po ky shpet do ndëgjohen ato ashtu mas vitit të ri, do inshallah kena zhvillime të reja kështu edhe diçka. Atëherë sipas edhe kërkesave, nuk e di, mund të dalim edhe pak më në detaje.